Një rrugtim nga auditorët e Fakultetit të Histori Gjeografisë në Universitetin e Tiranës. Drejt një jete të përkushtuar shkencës dhe studentëve. Në kronologjinë historike gjysmëshekullore të Institutit të Lartë Pedagogjik dhe Universitetit e Kerem Çhabej të Gjirokastrës, ka vetëm një pedagog i cili ka ecur me hapin dhe ritmin jetësor të këtij institucioni. Dhe ky është Nikorogo, i përkushtuar, serioz, me vullnet të hekurt, i kudondodhur, administrator dhe profesionist. Besoj se ai e ka hipotekuar në mënyrë të papërsëritshme aspektin kohor të mësimdhënies në IAL. Ai u rrit profesionalisht në këtë institucion bashkë me zhvillimin e institucionit në rrjedhën e dekadave. Ai ka dhënë një kontribut të spikatur si lektor disa disiplina gjeografike, si menaxhues akademik deri në nivel rektorati, si studiues në fushën e gjeografisë me një vlerësim në rang kombëtar, si një komunikues elokuent në marrëdhënie me studentët, me kolegët, por jo vetëm, dhe karakterizohet nga një profil shoqëror model. Profesor Nikorogo është një nga themeluesit e Departamentit të Gjeografisë në Universitetin e Kerem Çhabej, duke kontribuar në hartimin e planeve mësimore, krijimin e programeve të para të lëndëve dhe duke hapur dyert për studimet master, duke kontribuar në ndërtimin e bazave të një shkolle të re akademike. Vizioni largpamësia e tij janë modele frymëzimi jo vetëm për ne që jemi kolegët e tij, por gjithashtu për studentët që ai ka pasur ndër vite, si dhe institucionet ku ai ka punuar dhe ka drejtuar dhe në pjesën më të madhe të kohës në Universitetin e Kerem Çhabej. Ai konsiderohet si një ndër themeluesit dhe pedagogët më të vjetër të këtij universiteti, i cili ka dhënë kontribut të madh edhe në aspektin teorik, në aspektin shkencor, por gjithashtu edhe në aspektin drejtues dhe mund të konsiderohet si një ndër themeluesit edhe të katedrës së gjeografisë. Dhe mund ta themi pa më dyshje që ai është një model i një qytetari të denj, i një shkencëtari të spikatur dhe një studiuesi tepër skrupuloz dhe me një këmbgulje tepër të madhe. Me mbi 50 vite kërkim shkencor, me monografi, libra, harta, tekste universitare, artikuj dhe projekte, ai la gjurmë të pashlyeshme në literaturën gjeografike shqiptare. Kontributi i tij kaloi kufijtë e universitetit, duke u njohur në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare. Por mbi të gjitha, profesor Nikorogo mbeti mësuesi i brezave. Një udhërfyes i palodhur që e pa dijen, jo thjesht si shkencë, por si mision. Kam shumë kujtime me profesor Nikon. Ajo që më vjen në këtë moment në mendje është viti 1993 kur unë për herë të parë shkel në universitet, në departament dhe profesori ishte shef departamenti. Emocioni im ishte shumë i madh sepse përjetova një ndjesi sikur e kisha pasur një jetë profesor. Kam mësuar shumë prej tij. Le të themi rruga ime lidhet që në fillime me të dhe vazhdon dhe sot. Mendoj që është fat dhe ndjem e nderuar dhe e respektuar të flas për profesorin dhe besoj prania në lënd pranë tij më ka bërë të fitoj shumë dije dhe patjetër të eci në rrugët e kolegëve të mi
këtu në universitet, profesor Nikos, profesor Gëzimit, profesor Bektashit e të gjithë stafit më të vjetër që ka kontribuar dhe ka ndërtuar këtë departament dhe këto programe, po themi të ciklit të parë dhe të ciklit të dytë të studimeve. Edhe në pension, ai vazhdon të kontribuojë. Së fundmi, është përzgjedhur nga Akademia e Shkencave mes personaliteteve që do të hartojnë enciklopedinë shqiptare si antar i redaksisë së fushës Gjeografia Fizike. Për jetën e tij, të përkushtuar ndaj arsimit, shkencës dhe shoqërisë, Universiteti i Gjirokastrës i akordon titullin Profesor Emeritus, një vlerësim i merituar për një figurë që mbetet model frymëzimi për student, koleg dhe gjithë komunitetin akademik.